Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim për zhvillimin më të fundit teknologjike, si dhe rubrika të ndryshme lidhur me teknologjinë, si për shembull personazhe të njohur ose pak histori. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur përsëri në emisionin ton Zona Tech. Është momenti që ne të vazhdojmë rrugëtimin ton në rreth teknologjisë. Pa unë përkolli të fillojmë me lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në botë dhe jo vetëm? Sipas raporteve, Aardvark është një sistem i bazuar në GPT-5 që mund të skanojë kode kompjuterike për vulnerabilitete, të identifikojë gabime sigurie dhe të propozojë zgjidhje në vetëm pak sekonda. Kjo përfaqëson një pikë kthesë në botën kibernetike, duke përdorur inteligjencën artificiale për të zbuluar dobësi që shpesh syri i njeriut nuk mund t'i dallojë. Sipas një raporti të publikuar në fund nëntorit të vitit 2025, pra kohëve tani të fundit, vitet e ardhshme do të jetë më pak për show, që do të thotë inteligjenca artificiale do të ketë më shumë përdorim praktik dhe të qëndrueshëm. Produktet dhe shërbimet e reja do të fokusojnë në stabilitet, efikasitet dhe integrim real në biznes dhe industri. Edhe pse interesi për inteligjencën artificiale mbetet shumë i lartë, ka paralajmërime se investimet masive mund të mos kthehen në fitime reale. Dhe disa kompani mund të mbeten me projekte ambicioze pa rezultate konkrete. Kjo gjë ka ndesur debate për sa larg mund të arrijë pikërisht ky bumi i inteligjencës artificiale. Shtetet po ndjekin në rrugën e rregullimeve të forta për të mbrojtur fëmijët online, pra privatësia është një diçka që ne po e hasim shumë kohëve të fundit dhe në kohët e sotme që teknologjia është e pashmangshme, fëmijët hynë dhe mund të eksplorojnë faqe të ndryshme pa kriter, po. Dhe disa shtete tashmë po miratojnë masa që ndalojnë fëmijët në një moshë të caktuar, për shembull nga 15 domethënë nën moshën 15-16 vjeç, të kenë llogari në rrjetet kryesore sociale, si një përpjekje për t'i mbrojtur ato nga përmbajtjet të papërshtatshme dhe rreziqe që vijojnë me komunikimin në privatësi. Apple dhe Broadcom thyej rekorde në bursë me dominimin e tyre në epokën e inteligjencës artificiale. Të dyja kompanitë arritën kohën e fundit performanca historike në tregjet financiare, pas një vale investimesh dhe inovacionesh që lidhen me inteligjencën artificiale, si dhe me teknologji më të avancuara. Kjo reflekton optimizëm të rinj nga investitorët në sektorin e teknologjisë. Është momenti të ndjekim një prej punimeve të Deon Gjokës, djali 12 vjeçar nga Korça që ka pasion teknologjinë. Ai u uron gëzuar ditën e alfabetit, ka përgatitur një video të shkurtër për ditën e alfabetit. Në vjeshtën e largët të historisë sonë, kur fjala shqipe DJ në heshtje, u ngritën burrat e dritës, ata shëndezën gjuhën në zemrën e kombit. Në manastir u mblodhen si flak një zëri, Petronini Luarasi, zëri i palodhur i shkollës, mitat frashëri, mendja e kthjellët e kombit. Fajkonicja, elegancja e fjalës së pastër, Gjergj Fishta, poeti që i dha gjuhës krah, Ndremjeda, mjeshtri i rokjes dhe melodis. Shajin Kolonia, pena e zgjimit, Fejm Zavalani, korçari që mbante zjarrin gjallë, Sotir Pejci, pedagogu që i dha shkronjës themelet. Ata nuk krijuan vetëm alfabetin, ata ndezën udhën e lirisë, shkronjë pas shkronjë, dritë pas drite, derisa e folura u bë këngë dhe kombi mori formë në letër. Me zemër të bashkuar, në ditët e kongresit u gdhent historia, të vendoset një shkrim i vetëm, një gjuhë e përbashkuar, që ti flasë botës me dinjitet dhe ti bashkoj shqiptarët në çdo anë të trojeve.
alfabeti lindi, si diell që ngro shpirtin, si urë që lidh kohët dhe njerëzit. Prej atyre burave, fjala shqipe sot rritet, këndon, shkruhet, jeton. Ata mbetën dritë e përhershme, dhe gjua jon, amaneti i tyre, që pulson në çdo zemër shqiptari. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me një të ftuar shumë special. Një nxënës 16 vjeçar nga Kolegji Preka i qytetit të Korçës, tepër i apasionuar pas teknologjisë. Bergi Mema është i ftuari jon për sot. Përshëndetje Bergi, faleminderit që e pranuat ftesën. Përshëndetje. Së bashku do të flasim sot për gjithë rrugtimin e tij me teknologjinë, për të gjitha arritjet që ai ka patur në fushën e teknologjisë, por edhe për pritshmëritë e tij në të ardhmen. Fillimisht, unë e di që ti ka shumë kohë që merresh me teknologjinë, po si ka filluar ky pasion i yt? Pasioni tim për teknologjinë ka filluar në moshën 5 vjeçare. Më kujtohet, ishte një ditë pas shkolle, më erdhi babi me një laptop të ri të sapo sjell, edhe më tha, ja ku e ke, mund ta përdorësh kur të duash. Edhe kjo më nisi atë flak për pasionin tim për teknologjinë. Po më përpara kësaj, ke pasur kontakte me teknologjinë ose diçka që të ka bërë përshtypje para se të sinte babi, për shembull laptopin? Po, kam patur disa telefona të vjetër, por kam patur disa nga mosha 4 deri në 5 vjeçare. Nga pajisjet e tua të para që ke patur, pajisje teknologjike, cila të ka bërë më shumë përshtypje? Për shembull, ndoshta laptopi që e kishe si dhuratë të parë, ose ndoshta siç përmendet tani telefona? Më ka bërë përshtypje shumë laptopi, sepse kishe një botë të palimituar që mund të bëje, mund të krijoje video, mund të krijoje lojra, çfarë të doja. Ishte edhe diçka që laptopi unë soll shumë kohë më vonë, domethënë gjithë secili nga nesh e kishte shumë vonë në shtëpi laptopin dhe ndoshta prandaj edhe ty të ka bërë kaq shumë përshtypje një mjet që është shumë i përdorshëm sot, sepse dhe më përpara nuk kishim as kompjutera tavoline nga ata të mëdhenj me monitore dhe me procesorin, nga ato erdhën laptopët dhe prandaj ndoshta të ka bërë kaq shumë përshtypje laptopi. Po, ishte diçka që mundet ta merje, mund ta merje me vete, ku të doje të ikje, por e kuptoj që mund të ketë patur një ndikim shumë të madh që ishte nga pajisjet të reja të asaj kohe. Në fushën e teknologjisë, cila pjesë të pëlqen më shumë? Për shembull, programimi ose hardware-et, pjesët fizike të kompjuterave? Mua më pëlqejnë shumë që të dyja pjesët madhore të teknologjisë, që është hardware dhe software, mund të merresh me pjesën fizike të kompjuterit, po gjithashtu të krijosh kod, programim siç the edhe ti, por unë kam eksploruar që të dyja pjesët edhe më pëlqejnë të dyja shumë. Në fakt, unë Bergin kam 11 vite që e njoh, që kur ishim në klasë të parë, dhe mbaj mend që atëherë që vinte në shkollë dhe fliste gjithmonë për kompjuterat që i kishte hapur, ju kishte ndryshuar pjesët. E ke arritur ta bësh dhe këtë? Po, më kujtohet, ishte një kompjuter që më ka sjell babi nga një shoku i tij në klasë të dytë, edhe në ai kam ndryshuar procesorin. Nuk punovi, po e ndryshova. E rëndësishme është të marrësh iniciativën për ta ndryshuar, po. Po do një projekt personal ke bërë dhe mund të na tregosh si ishte, si e krijove atë? Po, një projekt personal që kam patur unë jo para shumë kohe, kam nisur në prill. Ka qenë ndërtimi i kompjuterit tim personal, por e bëra me të tëra pjesët të blera vetë dhe ndërtova vetë. Me ndihmën e disa nga shokëve të mi shumë të afërt, kam marrë shumë pjesë nga vendet e jashtme të Shqipërisë, sepse nuk merren në Shqipëri, edhe nga fundi i prillit e kam ndërtuar edhe sot eksitet e kam akoma në shtëpi. Punon siç duhet? Po, shqyr punon siç duhet. Cila gjuhë programimi ke mësuar deri tani, edhe si të ndihmojnë ato në përditshmërinë tënde, duke qenë se ti je çdo ditë që merresh me teknologjinë? Unë di shumë mirë Python, HTML, CSS, edhe disa gjuhë tjera më të vogla, po këto janë 3 madhoret. Këto të ndihmojnë shumë me krijimin e faqeve web që mund të duhen të ardhme, edhe gjithashtu janë gjëra shumë të mira për të patur në rezume. Unë nuk e di, po në këtë episod do më bie rasti të përmend shumë kujtime,
Dhe mbaj mend që shkonim në një kurs të dy me Bergin për Python, për gjuhë programimi, dhe Bergi e di shumë mirë se sa vuaja unë për të mësuar në atë kurs, ndërkohë ai që i dinte të gjitha ato që ne merrnim, thjesht vinte që të më bënte shoqëri mua, që dhe unë ti mësoja. Ti Elena nuk arrite ja dole dot për ta mësuar. Unë i mësova shumë gjëra dhe pastaj harova. Ishin disa teste shpejtësie të shkruarit, dhe unë shkruaj shpejt në tastier, po Bergi kishte 3 fishin e shpejtësisë time. Dhe nga që isha gjithmonë në inat, që unë i bëja gjithmonë më ngadalë, nuk i lija asnjëherë që t'i bëja vetë ato teste, gjithmonë ja kaloja laptopin Bergit, le t'i bënte ai time të më dilte vlerësimin sa më i lartë. Po. Po pjesë në gara apo aktivitete të ndryshme ke marrë? Po, kam marrë pjesë në olimpiadën që bëhet për çdo land, bëhet për gjuhë matematike, është edhe për TIK. Nga Korça kam dalë i pari me 100 pikë vit. Këtë vit nuk kam dalë akoma rezultatet. Kam kaluar deri në Tiranë, po për shkak të një fatkeqësie të mos gabojmë drejtori sasimore Korçë, nuk e kishin hapur emailin që të na theshin ne që ishte ndryshuar vendi ku do bëheshin në Tiranë, edhe i ka kot në Tiranë. Gjëra që ndodhin, por e rëndësishme është të vazhdosh përpara. Po ky pasion të ka ndihmuar në shkollë ose në çfarë mënyre të ka ndihmuar pasioni për teknologjinë? Domethënë çfarë merr nga teknologjia ti? Unë nga teknologjia, siç e tham, kam patur një pasion shumë vjetor për teknologjinë. Edhe në shkollë dihet që më ka ndihmuar në lëndën e informatikës, por gjithashtu ka patur një ndikim të madh në matematikë, në fizikë, sepse janë gjëra që i mëson edhe me programim, por gjithashtu të njëjtat gjëra që mëson me programim përkthehen në lëndët shkollore. Unë dua të bëj një pyetje tjetër. Më përpara kemi pasur të ftuar një djalë 12 vjeçar, Deoni, në emisionet e mëparshme dhe ai kishte dhënë shumë kontribute për shkollën e vet, kishte krijuar himnin, disa video. Doja të pyesja, ke dhënë ndonjë kontribut, domethënë jo të këtij tipi specifikisht, por cili është kontributi yt për shkollën? Po, siç e thash me Elenën që kam mësuar HTML CSS, unë po punoj me një nga shokët e mi shumë të afërm, edhe me profesorë informatikës që të rindërtojmë faqen e shkollës, ta modernizojmë, që të kemi, le të themi, sa më shumë ndikim në të rinjtë që të vinë në Kolegjin Preka. Okay. Ti përmendë në fakt olimpiadën që ke qenë pjesë, por gjithashtu ndi që ti ke qenë pjesë edhe tek ICT Clubi për disa vite me radhë. Cilat kanë qenë disa nga projektet që ti ke realizuar me ICT Clubin që mund të ketë bërë më shumë përshtypje, ose që ju ka bërë të vlerësoheni në një vend më të lartë, që keni kaluar atë fazë? Unë kam qenë, me ICT Clubin në klasë të 9 dhe në klasë të 10 që isha vjetë, sepse këtë vit nuk është zhvilluar akoma. Në klasë të 9 ndërtuam një projekt për mitologjinë, jo vetëm shqiptare, po mitologjinë në tërë vendin evropian. Ishte një faqe që kishte lojra, kishte informacion të tepërt, kishte informacion për ne, ishte një faqe e gjithanshme që mund të merr informacion për mitologjinë. Kjo na fitovi, ishim 10 veta në klasë të 9 për të vajtur në Durrës, ku vazhduam fazën e dytë të olimpiadës, edhe në klasë të 10 që isha vjet, ndërtuam një faqe me emrin NeoMotion, e cila është pak a shumë një përkthim për lëvizje e të ardhmes, ku kishim mënyra që mundet ta modernizonim lëvizjen e transportin e mallrave, transportin e njerëzve në mënyra sa më kreative të mundshme. Faqja është akoma e hapur në internet, në fakt, mund të gjendet shumë thjesht. Është dhe e aksesueshme? Po, është dhe e aksesueshme. Ti e di shumë mirë çfarë do them unë për ICT Clubin e klasës së 9, që më ka ngelur një farë pengu, sepse dhe unë do isha në grupin fitues bashkë me Bergin, që do shkonim në Durrës, por u bë një ngatrim me grupet, mua më futën në një grup tjetër dhe nuk arrita kur. Dhe gjithmonë e mendoj këtë pjesë. Që çfarë do kishe bërë dhe ti po të isha? Dëshira ime më e madhe në atë kohë ishte që edhe unë të shkoja me grupin fitues në Durrës, që të vazhdonim dhe atje konkurimin, sepse
Përveç faktit të udhëtimit, kisha edhe shumë miqësi me grupin që kishte punuar së bashku. Dhe edhe Bergi e di sa keq jam ndjerë unë, po sot në ditët e sotme e shoh pak me të qeshur dhe më vjen shumë mirë që grupi kishte fituar. Të paktën. Më kujtohet ishte në klasën e 9 ishim me profesorin e informatikës, u bën ndarja e parë e grupeve, edhe ishim 10 veta. Si ishte edhe Elena miqësia tonë shumë e afërmt, edhe Elena, por... Po dhe unë pjesë e miqësisë. Po, në ndarjen e parë. Edhe kur u bë pas mos gabojmë disa ditësh, na thanë përsëri të vinim për ndarjen përfundimtare, e vumre që ishim shumë veta nga një klasë, edhe e hoqën Elenën, nga të gjithë, që mund të ishinin. Të gjithë, që të gjithë. Gjithsesi për të shakave. Ti ke realizuar edhe projekte të tjera. Unë e di ti ke një faqe tënde në web, ç'mund të na thuash më tepër për të? Po, është një faqe time personale. E kam krijuar para disa javësh, e kam rindërtuar. Por është thjesht një faqe e thjeshtë që tregon projektet që unë kam ndërtuar edhe pak informacion për veten. Po. Si ke kaluar në të gjitha këto projekte që ke krijuar ose kështu, si ke kaluar momentet e vështira, se besoj se ka pasur momentet e të vështira ku diçka nuk të ka ecur ashtu siç duhet. Dihet që ka patur momente të vështira, çdo ndërtues ka momente të vështira, por në ditën e sotshme sidomos me AI-t që kemi, ChatGPT, Gemini, Tara, është shumë e lehtë të kalosh një gabim ose diçka që mund të kesh bërë. Por unë kam shumë kohë edhe shumë para këtyre AI-ve që për të bërë tani që unë kam ndërtuar aplikacione, edhe në atë kohë ishte thjesht e kërkoje problemin në Google, edhe duhet ta zgjidhje vetë. Po. Kurse tani është bërë më thjesht besoj, sepse ti mund të kërkosh diçka në inteligjencë artificiale dhe mund të ta zgjidhë ajo. Po, është bërë shumë. Sa e saktë është inteligjenca artificiale në zgjidhjen e këtyre problemeve, se dhe inteligjenca artificiale sado që ka evoluar prap nuk është e krijuar nga njeriu dhe është normale që dhe ajo të ketë gabimet e saj. Po, është e krijuar nga njeriu, është edhe krijuar nga informacionet që neve kemi dhënë në internet në 20 vjeçarin e fundit. Dihet çka gabime, kam patur raste edhe unë që ka patur gabime, nuk ka punuar kodi që ka nxjerr, por kundra zgjidhjeve tjera që mund të jenë, ta bën jetën shumë të thjeshtë. Unë dua të bëj një pyetje tjetër. Shumica e moshatarëve tan luajnë me videolojra dhe rinë deri në orët e vona të natës duke i luajtur ato. Ti çfarë marrëdhënie ke me videolojrat? Videolojrat kanë qenë diçka që mua më kanë në laptopin tim të parë, unë luaja vetëm lojra. Kjo ma ka ndritur pasionin për teknologjinë, sepse gjithashtu kam ndërtuar disa lojra. Nuk kanë qenë aq të mira, po i kam ndërtuar. Po, është e rëndësishme për tu përmendur se ke marrë iniciativën që ti ndërtosh ato lojra. Edhe unë i kam ndërtuar thjesht për faktin që i luaja kur isha i vogël, edhe desha të ndjeja pak nostalgjinë. Prandaj kur i ndërtova nuk i bëra me grafikat më të mira që mundet të ishin edhe kur i kisha ndërtuar, por i kam bërë me modele më të vjetra grafike që të ndiheshin sa më nostalgjike të mundesh. Si është procesi i ndërtimit të një videolojre? Unë dhe Elena kemi qenë në një kurs Unity bashk. Gjuha me përdorur programimi për lojra është Unity. Unë kam bërë lojra që kam krijuar vetë, kanë qenë me një program të gatshëm, të cilat mund të zgjidhje çfarë lloj grafika, çfarë bënte karakteri, mos gabojmë nuk punon me programi sepse ka shumë vite që është mbyllur si kompani, por në atë kohë ishte një nga më të mirët. Interesante. Përveç krijimit të videolojrave, unë di që ti ke krijuar edhe një faqe për sistemimin e kamerave në një ambient shtëpiak të një shoku. Si ka qenë ky proces dhe eksaktësisht çfarë funksioni ka kjo faqe, si funksionon ajo? Po, janë solucione të gatshme që quhen DVR për monitorim kamerash, por mendova që mund ta bëja diçka DIY. Ndaj jam shumë i afër me një shok sapo ka rinovuar shtëpinë, edhe më ftoi që ti bëja një sistem të ri kamerash. Unë kam ndërtuar pak a shumë një skript që gjithmonë kap një video të kamerës 30 herë në sekond për 24 orë. Më pas, kjo video pas 24 orësh, ky skripti ndodh çdo ditë. Pas 24 orësh hidhet në një faqe webi
ku mundet ta hapësh në çdo pajisje po ti je i lidhur me atë Wi-Fi të shtëpisë, e hap në çdo pajisje edhe mundet ta shikosh videon e sotshme, videon e dijshme dhe me radhë, çfarë di ti. A ishte i vështirë ky proces, a kishte ndonjë moment dështimi, mund ta quaj, që më vonë ti përsëri vazhdove të provoje derisa arrite në fund në krijimin e faqes? Kishte shumë momente dështimi. Skripti i fundit që kam bërë para 2 javësh, sepse kemi 4 muaj që merremi me këta. Skripti i fundit u bë para 2 javësh, edhe ishte versioni i 6 që të punonte tamam, por unë i kam vënë goxha sy këto 2 javë të fundit që nuk kam qenë nga shtëpia e shokut, po punon apo jo, edhe po punon ndaj. Të shpresoj të punoj. Lidhur me këtu kam një pyetje tjetër që cili është ndryshimi i kësaj që po bën ti me thjesht vendosjen, marrjen e kamerës dhe vendosjen normalisht të saj. Po, kamerat që kemi zgjedhur ne për shtëpinë e shokut kanë qenë kamera sa me buxhet të mundshëm. Po. Sepse nuk deshim të harxojmë shumë. Po. Edhe besoj se e dim që të gjithë marketplace-in Temu. Po, normal. Që atje kemi marrë 3 copë, edhe i kemi vendosur në disa pozicione në shtëpi, por çfarë ndryshim ka ky skripti tim, është që mundet të mbajë një listë ditësh 2 javore, që mundet të shikosh videot. Mund t'i rishikosh, po. Edhe pas 2 javësh fshihen automatikisht, por edhe ideja është që skripti tim të lejon të hapësh në web, në çdo pajisje që është lidhur me atë network, me atë Wi-Fi. Edhe gjithashtu të lejon, sepse këtë të rekordit, këtë regjistrimin e kamerave, aplikacioni i kamerave që e kanë të vetin, nuk të lejon të bësh. Ndaj e kemi bërë manualisht të gjithën. Shumë interesante kjo. Do ta marrim Bergin se na bëj kamerat e shtëpisë. Bergi në fakt ka qenë dhe është gjithmonë personi që është një telefonat larg çdo problemi të kompjuterit. Gjithë grupi shoqëror, po jo vetëm. Ka patur raste edhe me mësues nga shkollat që gjithmonë Bergi ka qenë një telefonat larg rregullimit të çdo problemi të kompjuterit. Në momentin që un jam gjithmonë e tmerruar, më duket sikur i kanë futur ndonjë virus kompjuterit, sikur ke bërë diçka që nuk duhet se si ta rregullosh. Frish kompjuteri, marr gjithmonë Bergin në telefon e tmerruar. Po, çfarë të bëj tani? Dhe Bergi që më thot, po s'ka aq, më s'është bërë gjë. Okej. Dhe gjithashtu përveç kësaj pjese, Bergi është gjithmonë personi që nëse ty të duhet një këshill për të bler një pajisje të re, një telefon të ri, një laptop të ri, një palkufje të reja, Bergi është gjithmonë personi që të ka ndihmuar në çdo moment. Nuk e di, shumë i besuar për këto, ka shumë njohuri. Ke shumë njohuri dhe për pajisjet e përmendi pak Elena dhe unë nuk e di çfarë mund të na thuash, domethënë çfarë mendimi ke për smartphone-ët që idhen në treg të rinj? Domethënë kush është më i mirë, më i fuqishëm ose kamerat më të pastra, memoria, bateria, se janë shumë njerëz që dhe persona që po na ndjekin, ndoshta e kanë me shumë kuriozitet se duan të blejnë diçka të re, nëse mund të na jepje një këshill ose. Po, unë mendoj se telefonat janë diçka shumë subjektive. Varet nga njeriu në njeri për çfarë mund t'i duhet diçka. Ka njerëz që përdorin telefonin për të luajtur lojra shumë të forta që nuk mund të luajnë në telefon tjetër. Ka njerëz që thjesht duhet një telefon ta marrin e t'ju punoj. Po. Ka për shembull që e duan për cilësinë e fotove, ka persona që e duan për punë. Po. Ka telefona që ka njerëz që nuk u munden të marrin më të mirin e më të riun. Janë edhe opsionet me buxhet, të cilat janë përmirësuar shumë në vitet e fundit. Unë siç e dim që të gjithë, iPhone-et janë shumë të përhapur, sidomos në Shqipëri dhe në Amerikë. Normal. Edhe janë për njerëz që duan të kenë një telefon të gjithanshëm, që i bën të tëra, edhe i bën mirë. Edhe kanë një besim të fortë në kompaninë e Apple-it. iPhone-i ka kamera të mira, bateri të mirë, ekran sidomos të mirë, edhe pse është ekrani që i bërë nga Samsungu, sepse Samsungu është një nga prodhuesit të ekranëve më të mëdha në botë. Interesante, unë nuk e dija këtë që Apple i krijoi ekranin nga Samsungu. Apple i merr shumë pjesë nga Samsungu, jo vetëm ekranin. Merr ato chipet e storage-it që mund të kesh 128 GB 256, edhe ato nga Samsungu janë, ose nga kompani tjera, SK Hynix e me radhë.
Por unë personalisht përdor një telefon që nuk është aq i përhapur këtu në Shqipëri. Unë përdor telefonin e Google-it. Që shumë njerëz e di që ekziston. Google Pixel, 9A, çfarë janë ato? Jemi në 10 tani. Okej, se dhe unë merrem shumë pak, po diçka kam lexuar për Google Pixel. Edhe unë mendoj që janë si iPhone-at e Androidëve. Domethënë 2 në 1. Po. Janë shumë të gjithanshëm. Bateriu mbajnë mirë, kanë ekrane të mira gjithashtu nga Samsungu. Edhe janë telefona, i kam shumë qejf personalisht. Po, nëse bën diçka cilat, domethënë ato specifikat që duhet të shikojmë, për shembull storage, nga cilësitë, nëse duam të blejmë një telefon, të fokusohemi më shumë tek storage, tek vendi, tek memoria, tek cilësia e kamerës apo tek procesori, mënyra si do funksionojë. Tani normalisht që gjithë secili vjen përmendi që varet nga preferenca për çfarë e përdor, sepse për shembull një moshë më e re që i pëlqen të luajë lojra nuk ka të njëjtat dëshira ose kritere që i duhen se sa një person më i madh në moshë që i duhet thjesht për punë. Kur është ajo dilema që të blesh këtë apo këtë. Po. Me kohërat që jemi tani, edhe një telefon i 2023-shit ka shumë fuqi, më shumë se çdo i duhesh njëri si mua që unë nuk e përdor shumë telefonin. Por unë mendoj se duhet fokusohet, siç thash nga njëri në gjërat që mund të duhen, por disa faktorë që mund të fokusohesh janë procesori, storage edhe kamerat. Kamerat janë shumë specifike sepse zakonisht janë 3 kamera në telefon. Një e cila është kamera e madhore që përdoret për fotot jo me zoom, edhe zakonisht ka cilësi më të mirë. E dyta është kamera ultra wide që quhet, kamera 0.5 ose 0.6. Që mund të shikosh më shumë gjëra, një vend më të madh me atë kamerë. Tregon një sipërfaqe më të madhe të vendit. Gjithashtu është edhe kamera telefoto quhet. Janë disa versione të kamerave telefoto, 3x, 5x dhe 10x, varet nga kompania se çfarë i vendos telefonit. Po kjo pak a shumë lëviz kamerën më afër me subjektin që do të kapësh foto, edhe të lejon që të marrësh një foto më me cilësi të lartë kur bën zoom. Në fakt kjo pikërisht është shumë subjektive sepse sot ka shumë njerëz që ju pëlqejnë ato kamerat retro që duan të kenë figurën nostalgjike të shumë viteve më përpara. Dhe më përpara kam përdorur atë aplikacionin Retrika që ti bënin sa më të vjetra, akoma tani nuk e di nëse është më apo jo, po është mbaruar si kompani para caktuar. Në të gjitha këto që folën për teknologjinë, si ka reaguar familja jote, të kanë mbështetur apo shokët? Jam shumë falendërues për familjen time, më kanë mbështetur tër vitet që jam marrë me teknologji, duke sado qoftë vogël, po edhe gjithashtu në mënyrë të madhe, duke marrë gjëra të reja, por edhe gjëra të vjetra për të eksperimentuar, për të trazuar. Se duhet të eksploroj. Edhe kompjuterin që bëra siç të thash në fund të prillit, e kam bërë me ndihmë shumë të madhe nga prindërit, edhe jam shumë falendërues. Kompjuteri funksionon siç duhet? Po. Shumë interesante. Me sa di unë është kompjuteri aktual që përdor gjithmonë. Po, që përdor çdo ditë. Domethënë edhe e përdor. Po, këto të tjera nuk i përdor, fala. Jo, këta janë përdor vetëm tëndin. Përdor timin, por këta që thash më parë janë kompjutera server quhen, që janë gjithkohës të ndezur, por nuk kanë ekran ose tastier. I kontrollon nga një kompjuter nuk ka rëndësi çfarë kompjuter, po i kontrollon nga një kompjuter e mund t'i kontrollosh të gjithë pa përdorur monitor ose tastier në secilin kompjuter. Aktualisht ai këtë kompjuter po përdor, por Bergi ka një bodrum që në ai bodrum gjenden të gjitha pajisjet e vjetra shumë vjençare që ka patur, që ka trazuar, siç e tha në fjalët e tij, që ka eksperimentuar. Aty ke një labirint. Aty mund t'i kërkosh Bergit të nxjerr një kabël që mund të duhet, që ka raste as në dyqanet e teknikëve nuk mund të gjesh, për shkak se është shumë e vjetër. Bergi e ka atë në shtëpi. Nuk betesh asnjëherë keq. Bergi, nisu nga kjo që tha Elena, shumë
të njohur që janë në kohët e sotme, ju ka lindur dhe janë bërë dhe miliarder nga kompanitë e tyre, thjesht nisur nga një garazh, siç e kemi përmendur ne, dhe nga një bodrum. Si e shikon ti të ardhmen tënde lidhur me teknologjinë? Nga i bodrumi jot i vogël mund të nisë diçka shumë më e madhe? Unë mendoj se nga bodrumi jo, sepse kam metoda shumë të mirë për të ndërtuar gjëra. Por siç keni thënë në emisionet e mëparshme, shumë miliarderë që janë tani, siç ka qenë Steve Jobsi, që tani e ka Tim Cook kompaninë e Apple-it, një nga kompanitë më të mëdha në botë, është ndërtuar nga garazhi i tyre, edhe shtëpia e cila është ndërtuar kompania e Apple-it është diku në Kaliforni, edhe ka shumë turisti që ikin vetëm për ta parë atë shtëpi. Por ardhmja time me teknologjinë, unë shpresoj që të jetë diçka shumë vjeçare sa është tani. Edhe dua që të kem një karrierë në teknologji, ose të ndërtoj kompaninë time, ose të punoj për Google-in. A ke ndonjë ide konkretisht për ndonjë krijim tëndin që ti do të realizosh në të ardhmen? Janë disa idera që unë dua të bëj, por diçka madhore siç ishte krijimi i iPhone-it, për shembull në 2007, janë gjëra që nuk mundet të mendohen tani, sepse shumë idera janë krijuar. Janë bërë nga shumë kompani të ndryshme, Silicon Valley ka qindra kompanira, të cilat janë standardizuar për të tërë, por kam disa idera, po janë të vogla. Edhe shumë e vështirë, domethënë se nga që ka evoluar shumë dhe zhvillimi i teknologjisë, është shumë e vështirë të sjellësh diçka të re. Nuk është. Është e vështirë të krijosh një ide të re që nuk e ka menduar dikush më parë. Ti mund të mendosh diçka në lidhje me këtë që ke, domethënë si ta përmirësojmë këtë telefonin që kemi, por që të krijojmë për shembull një telefon tjetër kind of është krijuar. Duket pak e pa imagjinueshme. Po nga një të anë edhe para shumë vitesh e pa imagjinueshme dukej që të krijoheshin gjëra që janë krijuar sot. Dhe nuk i dihet se çfarë mund të sjellë ardhmja. Po planet për studimet e tua në lidhje me teknologjinë, si ke? Domethënë do fokusohesh apo jo? Ti e përmende që do që edhe në të ardhmen tënde të krijosh një karrierë në teknologji. Në çfarë fushë do që të bazohesh më tepër? Për shembull programimi ose nuk e di. Unë fushën specifike cilën duan të bazojmë nuk e kam vendosur akoma, por studimet do t'i vazhdojnë në Tiranë, në Universitetin e New Yorkut. Masterin do ta bëj jashtë, nuk e kam vendosur akoma ku. Me planet e qarta. Vetëm degën e specializuar duhet të vendos kur të bëj masterin, sepse në Universitetin e New Yorkut mundet të bësh computer science, e cila është e gjithanshme. Është e përgjithshme. Po, punon edhe me hardware edhe me software edhe me gjëra tjera. Okej, po një projekt që do doje ta realizoje më patjetër, ndoshta ose dhe diçka që je duke punuar. Unë jam njëri shumë multitasker. Domethënë bën shumë gjëra në një kohë. Ose multitasker ose asgjë fare. Për momentin ku jemi? Për momentin unë po rishkruaj një nga projektet e mia që i kam bërë në 2023-shin. Po e rishkruaj sepse në këto 2 vitet e fundit kam marrë shumë informacion mbi gjuhët e programimit edhe fal shkollës. Edhe po e rishkruaj që ta bëj sa më të mirë të mundem. Është një program. Po e përmirëson. Po, është një program i cili të lejon të instalosh sistemin operativ të Apple-it, të macOS-it në çdo kompjuter të zakonshëm, jo specifikisht në Mac. Ne përmendim edhe një herë që ti ke faqen tënde personale në internet ku çdo kush që mund të jetë interesuar mund të shohë të gjithë projektet që ti ke realizuar atje. Po. Mund ta përmendim si faqen nëse Po, nuk është problem. Në kjo faqe unë, siç e thash më parë, kam rrjetet sociale të mia. Po. Por gjithashtu kam edhe disa nga projektet time më të mira, të cilat i kam të vendosura në faqen e time të GitHub-it. GitHub është një platformë ku vendosin shumë njerëz kod që kanë shkruar krijojnë projektet e tyre. Edhe unë thjesht i kam si linke për të vazhduar në GitHub për të parë projektet e mia dhe çfarë thon njerëzit për to projekte. Shumë interesante, po një këshillë që do doje t'ju jepje ndoshta të rinjve dhe të gjithë atyre që po na ndjekin në lidhje me teknologjinë, cila do të ishte? Një këshillë që do jepja unë do ishte asnjëherë mos ndaloni.
sepse me teknologjinë që po ecën, me ritmin e teknologjisë që po ecën tani bota, nuk ke se si të ndalosh sepse çdo ditë shikojmë gjëra të reja. Siç kam qenë edhe unë që kur kam qenë 5 vjeç kam nisur e nuk kam ndaluar ndonjëherë me teknologjinë sepse është e ardhmja e botës, siç e kemi parë dhe 5-6 vitet e fundit. Edhe mendoj se sa vjen më mirë do bëhet. Ndaj nuk duhet të ndalojnë. Kushdo qoftë për njerëz duke marrë. Bergi, unë të falenderoj shumë që ishe mes nesh dhe që pranove ftesën dhe që na tregove për projektet e tua dhe planet për të ardhmen. Të dashur miq, ishim me Bergi Memën, një djalë 16 vjeçar nga Korça, i cili kishte pasion teknologjinë dhe folëm për procesorë të ndryshme, për projektet e tij të ndryshme që ai kishte krijuar. Shpresoj që të jeni kënaqur dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Pas bisedës tonë me të ftuarin special për ditën e sotme, jemi kthyer në studio me rubrikën Pak Histori. Ne shpeshherë i njohim të gjitha shpiket e teknologjisë ose pjesën më të madhe të tyre, por rrallëherë ne e njohim historinë se si ato janë krijuar. Dhe pikërisht sot do flasim për një nga shpiket më revolucionare të teknologjisë, lindja e internetit dhe transformimi global që ai solli. Interneti i ka fillimet që në vitet 1960. Kur u krijuar një rrjet i quajtur ARPANET nga qeveria amerikane. Qëllimi i tij ishte që të krijohej një mënyrë komunikimi që nuk do të ndërpritej edhe nëse mund të ndodhte ndonjë sulm ose ndonjë problem i madh. Ky rrjet i parë lejonte dërgimin e informacionit në pjesë të vogla, që quheshin pako, dhe nga një kompjuter tek tjetri. Dhe pikërisht ky ishte hapi i parë drejt internetit që ne të gjithë njohim dhe përdorim sot. Po, dhe ta mendosh që interneti ka nisur shumë vite më përpara, që në vitet 1960, që në atë kohë ishte e paimagjinueshme, madje edhe ne sot nëse nuk do ta kishim, do na dukej diçka shumë ndoshta tani nga që jemi mësuar me internetin dhe madje nuk e konceptojmë dot as jetën tonë pa internet. Domethënë, ne nëse nuk kemi në shtëpi, besoj të gjithë mund të kemi internet dhe kështu, por në telefon nuk e kemi mundësinë ta bëjmë të gjithë. Po. Dhe është ai momenti që nuk ke dhe duhet të kesh patjetër, domethënë ulesh dikush i kërkon kodin e wireless, duhet të jesh patjetër në internet të lundrosh. Por në vitet 1970 dhe vitet 1980 u krijuan rregulla të reja të komunikimit për rrjetin, të quajtura TCP/IP. Këto rregulla e bën më të lehtë lidhjen e kompjuterave nga vende të ndryshme. Më 1 janar të vitit 1983 u vendos që të gjithë të përdorin TCP/IP. Dhe kjo datë konsiderohet si ditëlindja e internetit. Shumë interesante, shumë interesant kjo. Në vitin më pas, 1991, ndodhi një hap tjetër i madh. Tim Berners-Lee shpiku World Wide Web që të gjithë e njohim dhe e përdorim sot. Pra faqet e internetit që na hapim në shfrytëzues. Kjo e bëri internetin shumë më të thjeshtë dhe më të përdorshëm për të gjithë ne. Duke qenë se ishte një shpikje shumë revolucionare, interneti i solli botës ndryshime të mëdha. Si për shembull, në komunikim, ai bëri të mundur dërgimin e mesazheve dhe emaileve brenda sekondash, duke i afruar kështu njerëzit edhe nëse ata janë shumë larg fizikisht. Në ekonomi, ai krijoi mundësinë për blerje online, për punë nga shtëpia dhe për biznese të reja që ekzistojnë vetëm në internet. Njerëzit mund të blejnë produkte, të shesin ose të punojnë pa qenë nevoja që të jenë në një vend të caktuar. Dhe është shumë e vërtetë sepse interneti na ka afruar shumë edhe me persona që ne jemi dhe shumë kontinente larg, jo thjesht si vende, që më përpara thjesht mund ta merrje një telefonat i dëgjoje vetëm zërin, tani dhe i shikon, mund të rish sa të duash me atë thjesht je një telefonat larg, një video call larg. Po dhe ajo telefonata larg më përpara nuk ishte aq e thjeshtë sa është sot. Duhej programuar që më ishte më vështirë dhe jo të gjithë kishin dhe mundësi ta bënin sepse duhet të paguaje edhe para ekstra për të folur që të kisha ato minutat me jashtë dhe si ishin, por dhe në lidhje me fushën e biznesit dhe jo vetëm, na ka si lehtësira shumë të mëdha. Sepse gati çdo biznes të ka edhe faqen e tij të internetit online. Ka dhe biznese që nuk është e nevojshme që ta kenë fizikisht i dyqan, domethënë që të paguajnë qeran, drita, ujë dhe të kenë këto shpenzimet e tjera dhe e kanë vetëm online dhe operojnë online.
Dhe e bukur është që të gjithë mund ta nisim nëse kemi iniciativën dhe normale studimin e tregut dhe këto janë gjëra të tjera më pas. Ka shumë si quhen biznese të vogla në internet, të nisura në mënyrë individuale, që thjesht nga një ide është krijuar një faqe në internet dhe me pompimin e tij në faqe të ndryshme, në rrjete të ndryshme sociale, i është rritur edhe fama për ta përdorur atë në atë faqe të krijuar për biznesin personal. Po përveç këtyre që ne përmendëm, edhe arsimi ka pasur shumë përfitime nga interneti. Sot mund të mësojmë online, të shohim video mësimore dhe të përdorim materiale që më parë gjendeshin vetëm në biblioteka. Në shëndetësi, mjekët mund të këshillojnë pacientët në distancë dhe informacionet mjekësore shkëmbehen më shpejt. Në argëtim, muzika, filma dhe lojrat janë bërë të aksesueshme online duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit kalojnë kohën e lirë. Dhe kjo është shumë e vërtetë sepse edhe në kohën e pandemisë të Covidit, ne u detyruam dhe madje atje ndoshta për ne shqiptarët se në vendet Amerikë ndoshta mësimi online ka qenë pak më përpara se tek ne. Po, me kurse. Kurse tek ne erdhi u bë bumi në kohën e pandemisë, sepse u detyruam që të gjithë që të mësonim online. Kishim vështirësitë tona sepse duke qenë se ishte diçka e re. Po jo të gjithë kishin mundësinë të kishin nga një pajisje në shtëpi ku të mësonin. Internet nuk kishin të gjithë, pra është ajo që duhet të kemi dhe internet të fortë dhe kështu. Por që ishte një ndihmë shumë e madhe sepse në qoftë se unë pajmend kam nisur bachelorin. Vitin e parë të bachelorit, mua më ka rastisur Covidi dhe kam nisur direkt online. Dhe shumë e vështirë që domethënë të jesh në një ambient që nuk njeh asnjë person, nuk njeh as pedagogët, asnjë gjë dhe të kesh vetëm atë ekranin dhe thjesht t'u dëgjosh vetëm zërin, ishte shumë e vështirë, por në qoftë se nuk do kishim këtë, ndoshta mund të ishte shtyr do ishte djegur një vit dhe kështu jeta do kishte vazhduar ndoshta më të ndryshe. Për mua mësimi online filloi kur isha në fundin e klasës së 5. Dhe gjatë gjithë klasës së 6, po bëj krahasimin, ti në bachelor, ti në klasën e 6. Dhe ishte pak e vështirë sepse siç e the edhe ti për bachelorin, ishte ajo pjesa që ti nuk njihje as mësuesit, as pedagogët dhe direkt kalimi online nuk ishte i thjeshtë për një fëmijë të asaj moshe, por qoftë edhe për një të ri, që sapo kishte filluar një etapë të re në jetën e tij. Ditët e sotme në fakt integrimi i teknologjisë edhe në arsim është bërë një kriter. Pra edhe për projektet që realizohen, prezantohen në fund të vitit, është kriter që të jetë përdorur dhe teknologjia. Pra për shembull prezantime në PowerPoint, krijimi i videomontazheve, postera online, pra është kriter që detyrat që ti bën ti integrosh edhe me teknologjinë. Po dhe madje aq ka ndikuar dhe arsimin teknologjia, sa më përpara dhe lënda e informatikës nuk ka qenë që në klasë të parë, tani është futur që në klasë të parë, nuk kam informacion sa praktikohet dhe zhvillohet si orë mësimore që në klasë të parë, por është bërë një nevojë sepse edhe fëmijët sa lindjen me atë ekspozohen, domethënë në moshën 2-3 vjeçare, po ti shikosh të gjithë kanë nga një telefon në dorë, që luajnë lojra të ndryshme dhe është e pashmangshme deri diku. Por që duhet bërë me kriter dhe kjo normalisht, sepse edhe në moshat e hershme sjell pasoja shikimin, zhvillimi i tyre fizik është më i ndryshëm nëse rritër kohës në telefon, pjesa e qafës dhe kështu, por që ta përdorim me kriter. Përdorimi në fakt me arsimin është vërtet shumë ndihmë e madhe, sepse mund të shohësh simulime, video të krijuara, eksperimente, që ndoshta nuk mund të kesh mundësinë që ti realizosh në jetën e vërtet. Për shembull, një shembull që më vjen në mendje, për shembull me biologjin. E ke shumë të thjeshtë që mësimin ta mësosh në një mënyrë më të lehtë, duke parë një video simulim, një video 3D që është realizuar i gjithë procesit të cilin ti do që ta mësosh. Po sepse është edhe vështirë dhe për mësuesit që ata i shpjegojnë me fjalë dhe kështu, por kur ti e shikon dhe në praktikë dhe me veprime, arrin ta kuptosh tamam çfarë është dhe është një ndihmë shumë e madhe, absolutisht.
Por dhe në mjekësi, normale që ne të gjithë dhe madje kur kemi diçka dhe kështu hym kërkojmë direkt në Google që çfarë është dhimbja në kokë. Po dhe doktorët vetë përdorin shumë teknologjinë, pra të gjitha pajisjet sot janë të krijuara me anë të teknologjisë, që e bën punën shumë më të thjeshtë dhe shumë më të saktë. Por në fund, interneti është një nga shpikjet më të rëndësishme të historisë që i ka dhënë një formë komplet krejt ndryshe botës. Ai ka ndryshuar pothuajse çdo aspekt i jetës tonë, nga mënyra se si punojmë dhe mësojmë, tek mënyra se si ne mund të komunikojmë dhe të argëtohemi me njëri tjetrin. Edhe pse sjell sfida, si rrezikun e mashtrimeve online ose lajmeve të rreme, interneti vazhdon që të jetë një forcë e madhe për zhvillim dhe për përparim në botë. Po, shumë e vërtet, sepse edhe pavarësisht rreziqeve të shumta që ka interneti, si cënimi i privatësisë që e përmendëm, apo edhe pasoja fizike tek ata që e përdorin shumë, por ka është revolucion për kohën tonë. Dhe besoj që është një nga shpiket më të mëdha që ka njohur bota, dhe sa vjen dhe mendoj më shumë do evolojë dhe do zhvillohet. Po. Miq, pasi kemi folur për zhvillimin dhe krijimin e internetit, si dhe për të gjithë ndryshimin që ajo i ka shkaktuar sot botës, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me rubrikën e radhës shumë interesante. Na ndiqni. Jemi rikthyer sërish në studio për rubrikën e radhës personazhe të njohur. Pra, të kalojmë pak tek personazhet që kanë formësuar këtë histori. Ku qëndron pas atyre shpikjeve të mëdha që ne flasim dhe i përdorim sot. Dhe pikërisht sot do të flasim për një personazh që zakonisht ngjan dy lloj reagimesh. Pra, disa njerëz e adhurojnë dhe kanë një adhurim shumë të plotë për të, dhe disa janë shumë skeptik në lidhje me atë, dhe është një njeri që kombinon sipërmarrjen, shkencën, rrezikun dhe vizionin në një mënyrë që pak të tjerë e kanë bërë. Dhe pikërisht po flasim për Elon Musk, një emër që kohëve të fundit ne e kemi dëgjuar shumë, dhe është një nga figurat më të ndikueshme të shekullit 21. Ai ka arritur të preki industri të ndryshme, pra nga makinat elektrike, te raketat e ripërdorshme, nga inteligjenca artificiale, te infresi truri kompjuter. Pra, dhe në këtë episod ne do mundohemi që t'i zbulojmë kontributet e tij që kanë ndryshuar botën dhe çfarë mund të presim dhe nga projektet e tij të ardhshme. Dhe pikërisht këto projekte të tij e kanë shtyrë atë që në ditët e sotme të konsiderohet edhe si njeriu më i pasur në botë. Po. Është shumë e vërtetë dhe prandaj ndoshta të gjithë prej nesh e kemi dëgjuar si emër, nuk është një emër i panjohur për ne. Është shumë i njohur dhe përmendet sa vjen edhe më shumë. Po, dhe gjithashtu dy kompanitë e tij për të cilat ne do të flasim, do t'i përmendim tani, janë dy nga kompanitë më të njohura në ditët e sotme. Elon Musk lindi në Afrikën e Jugut dhe ishte një fëmijë që tregoi se ishte mjaft i veçantë. Ishte i dhënë pas leximit, pas fantashkencës dhe teknologjisë. Ai e mësoi vetë programimin kompjuterik dhe në moshën 12 vjeçare krijoi lojën e tij të parë. Që në moshën 12 vjeçare të kesh krijuar vetë një lojë. Një lojë çfarë duhet të kesh shumë ide që të krijosh lojën e tij dhe është shumë i vogël për moshën, shumë talent, shumë talent. Pasi u zhvendos në Amerikë, ai nisi rrugëtimin e sipërmarrësve me dy kompani të ershme, Zip2, e cila ofronte hartografi dhe guida biznesesh, gazetas, dhe më pas X.com, që evoloi në PayPal, një nga platformat më të famshme të pagesave digjitale, por për Musk kjo ishte vetëm groja dhe madje PayPalin është shumë i përdorur sot gjërësisht. Është një nga platformat më të sigurta për rrjetin bankar online. Në lidhje edhe me financimin, Po. Kur Musk themeloi SpaceX në vitin 2002, industria hapësinore konsiderohej pothuajse e pamundur për sektorin privat. Por Musk kishte një vizion, të ulte kostot e udhëtimeve në hapësirë dhe të hapte rrugën për koloni njerëzore në Mars. Po kjo është e vërtetë që ai merr shumë pjesë dhe me NASA-n, me sa kam dëgjuar unë. Në lidhje me udhëtimet hapësinore që bëjnë dhe kontribuon shumë në lidhje me to. Mund të tingëlloj vërtet si fantashkencë, por që ai po e bën të mundur tani. Po. Dhe madje është një nga njerëzit, mos gaboj, që kërkon, më duket ka bler
një tokë në Mars a diçka e tillë, nuk jam shumë e informuar, po thjesht e kam kaluar si lajm kështu. Dhe po përgatitet që si pas disa vitesh ai të arrijë që t'ju mundsoj të tjerëve udhëtimet për në Mars. Të çojë njerëzit në Mars. Një udhëtim në Mars, ndryshe nga gjithçka çfarë kemi parë. A do doje ti të shkoje? Po, jam shumë kurioze në fakt për hapësirën dhe kështu, dhe ndoshta do ta kisha bërë me shumë qejf, po varet nga kohëzgjatja, se sa kohëzgjatje do të duhej, se nëse do më duheshin shumë vite jetë, ndoshta nuk do ta bëja. Përveç kohëzgjatjes varet sa prova ishin për para teje. Po, normale unë do shkoja nëse provat ishin. Ja, por cilat ishin arritjet kryesore të SpaceX-in? Falcon 1 që u krijua në vitin 2008, raketa e parë financuar privatisht që arriti orbitën. Më pas erdhi Falcon 9, raketa që ndryshoi industrinë, ajo që u rikthye dhe u ripërdor me sukses duke ulur ndjeshëm kostot. Dhe më pas kemi Dragon, anija e parë private që dërgoi furnizime në stacionin ndërkombëtar hapësinor dhe më vonë astronaut. Dhe e fundit të Starship, raketa gjigande projektuar për misionin ENH në Mars me kapacitet të madh ngarkese dhe ripërdorshmëri të plotë. Kontributi i Musk për hapësirën nuk ishte vetëm teknologjik. Ai ringjalli interesin global për eksplorimin hapësinor, duke rritur konkurrencën dhe efikasitetin në industri. Siç e thamë ne, duke i pa imagjinueshme që në sektorin privat të arrinte të formësojë një kompani e tillë që të arrinte t'i bënte këto lloj udhëtimesh. Po, dhe madje ne përmendëm që edhe nëse ai do ta krijonte ne do shkonim. Elena, ti nuk e the, do shkoja apo jo? Unë do mendohesha shumë, po në fund do shkoja. Në mënyrë të veçantë, SpaceX demonstroi se inovacioni i shpejt mund të kalon burokracinë tradicionale. Më pas, ai solli dhe makinat elektrike që janë bërë shumë të përdorura sot dhe normalisht ekzistonin shumë para Teslës, që sot sepse Tesla është një me avancuar në të gjitha gjërat, por ishte ngadalë dhe shtrenjtë dhe pa unë autonomi të mirë në fillimet e tij. Musk e pa potencialin dhe ndërhyri si investitor dhe linderi Tesla Motors. Sot, kontributet e Teslas janë të qarta, pra. Modeli S, një makinë elektrike me performancë të lartë dhe autonomi të jashtëzakonshme. Kemi modelin 3, që elektrizoi industrinë e automobilëve, duke u bërë një nga makinat elektrike më të shitura. Autopilot dhe FSD, sistemet avancuara të asistencës ndaj drejtuesit që kanë nxitur debatin global për makinat autonome, pra është ajo pjesa që si një makinë mund të funksionojë nëse nuk ka një shofer që e nghet. Po. Është e paimagjinueshme dhe më përpara as nuk e kishim idenë që mund të arrinim deri këtu. Po, për njerëzit mendohet është skepticizmi. Pra të gjithë e kanë atë frikën nëse do shkoj diçka siç duhet apo jo, por që është provuar që në ditët e sotme është vërtet një mënyrë shumë e sigurt dhe kam shumë më tepër aksidente që krijohen nga vetë njeriu, se sa mund të ketë janë mos them zero këto që mund të krijohen me versionin autopilot. Dhe madje këtë do të thoja se shumë njerëz ndoshta e kanë të vështirë që ta mendojnë se duan ta kenë në kontroll diçka, dhe mendojnë se ata e kanë në kontroll më shumë dhe është kjo pjesa që po teknologjia është ndoshta dhe ka problemet e veta dhe ndoshta bën ndonjë aksident fatal që por e vërteta është ajo ka kamera, ka pajisje nga më të ndryshme të cilat e sigurojnë, po. Në ditët e sotme teknologjia është shumë herë më e sigurt se sa vetë njeriu ka arritur në këtë pikë. Dhe vetë njeriu, nëse je duke ngar makinën, mund të kesh konsumuar pak alkool, që shumë njerëz nuk duhet ta bëjnë, por e bëjnë që në vend ta lejnë atë makinën dhe të shkojnë në këmbë atje ku kanë për të shkuar, ose të marrin një taksi në telefon, vendosin që ta ngasin dhe kjo është një burim aksidentesh me risk më të lartë se sa një makinë që është e formuar për ta bërë atë punë, që mos jesh ti. Po dhe kur nuk janë këto raste të këtyre gjërave të paligjshme që nuk lejohen, edhe nëse je një drejtues i rregullt, është shumë më i lartë probabiliteti që njeriu të krijojë një problem, t'i shkaktojë një aksident, sesa kjo gjë të ndodh kur në fuqi është teknologjia. Tani është normale që njeriu është sipër teknologjisë dhe është ai që e kontrollon atë. Por teknologjia vlen si një ndihmë vërtet shumë e madhe për të qenë ende më i sigurt.
Për të patur sigurinë të dy anshme, mund ta quajmë. Kemi edhe një një makinë tjetër që është Gigafactory, fabrika gjigante të ndërtuar për të prodhuar bateri, duke ulur kostet dhe rritur kapacitetin globale të prodhimit. Me Teslan, Musk nuk revolucionarizoi vetëm makinën. Ai ndikoi në tregjet e energjisë së pastër, duke zhvendosur fokusin drejt baterive të fuqishme, paneleve diellore dhe sistemeve të ruajtjes së energjisë në shkallë të madhe. Është e vërtetë që Tesla sot është një ndër makinat më të përfolura, mund të them, pas markave të ndryshme të makinave. Është shumë më dhe madje në Amerikë është më e përdorur se në Shqipëri ndoshta nuk ka arritur akoma. Domethënë ka erdhur si makinë, por nuk është në masë shumë të madhe, por është vënë që në vitet e fundit është shtuar më tepër. Më përpara kur ti mund të çuditeshe, nëse shihje një makinë Tesla në Shqipëri, do mendoja jo, ky që e ka nuk është shqiptar. Patjetër do jetë turist. Tani është bërë normale. Unë personalisht të paktën kam parë goxha makina Tesla. Dhe jo vetëm Tesla, por edhe makina të tjera elektrike. Ishe atje tek vendi duke u karikuar, duke u furnizuar. Ndoshta në Shqipëri është edhe kjo pjesa e karikimit, që ndoshta nuk ka pasur shumë pika karikimi, nuk kishin krijuar. Sepse ka shumë raste që makinat elektrike mund të vënë edhe më lirë se sa makinat që mund të blesh me naftë ose me benzinë. Nuk është se ka ndonjë kosto vërtet shumë të madhe, të papërballueshme, dhe janë vërtet shumë ekologjike dhe harxhon më pak edhe me karikimin e tyre. Thjesht nuk është krijuar siç duhet infrastruktura për të patur mundësinë për të mirëmbajtur, për karikimin e tyre, për furnizimin. Një nga projektet më ambicioze të SpaceX është edhe Starlink, rrjeti mirave satelit të vegjël që synon të ofrojnë internet me shpejtësi të lartë në çdo cep të planetit. Starlink ka pasur ndikim të madh në zona rurale pa infrastrukturë interneti, zona të prekura nga fatkeqësitë natyrore, shtete në konflikt ose kufizim me komunikimi. Pra, ky projekt ka potencial të ndryshojë mënyrën se si bota lidhet duke demokratizuar qasjen e informacion. Pra, ka bërë të mundur sepse dhe në ditët e sotme shumë vende rurale nuk kanë mundësinë e shtrirjes të internetit, po është e vërtetë kjo. Diçka për të cilën e kemi folur edhe në një nga episodet e mëparshme, kemi përmendur si një lajm dhe si kuriozitet, është Neuralink, ura mes njeriut dhe makinës. Neuralink është një nga projektet më sci-fi, fantastiko-shkencore të Musk. Qëllimi i tij është zhvillimi i implanteve të trurit që mund të ndihmojnë njerëz me paralizë të lëvizin krahët robotik, të rikthejnë aftësitë motorike ose potencialisht të komunikojnë me kompjuterin në mënyrë direkte. Edhe pse teknologjia është ende në fazë të hershme, është një hap drejt interfaqeve të avancuara njeri-makinë që mund të transformojnë mjekësinë dhe komunikimin në të ardhmen. Pra është bërë lidhja e drejtë për drejtë mes njeriut dhe makinës. Mund të përdoret makineria për të shëruar shumë persona, të cilët janë në nevojë, po është e vërtetë kjo dhe madje janë krijuar, nuk e di, teknologjia ka arritur deri atje sa janë krijuar edhe për shembull duar që lëvizin. Po, pikërisht. Gjëra që pa teknologjinë nuk do mund të realizoheshin, nuk do mund të krijoheshin. Po dhe shumë njerëz e kthejnë atë ndoshta nevojën të veçantë që ata kanë, sepse nuk dua të përmend termin aftësi të kufizuar, sepse nuk është një nevojë e veçantë që është ndryshe nga shumica, dhe e kthejnë që ja kthejnë shumë në lehtësi. Domethënë mund të jenë të aftë për akoma dhe më shumë gjëra nga që mund ta i kishim imagjinuar dhe vetë. Por kemi edhe një tjetër, The Boring Company, ndoshta nga emri mund të quhet kështu, kompania e mërzitshme, por domethënë zgjidhja e trafikut. Në qytetet moderne, trafiku është një nga problemet më të mëdha. The Boring Company synon të krijojë një rrjetunë lesh nën tokë për lëvizjen e makinave ose transportit publik me shpejtësi të lartë. Edhe pse në faza pilot, ky projekt përfaqëson filozofinë e Musk. Në vend që ta ankohesh për problemin, përpiqu ta zgjidhësh. Pra nuk e ka fjalën që të jemi boring. Kjo duhet të jetë motoja e gjithkujt. Në vend që ta ankohesh për problemin, zgjidhe. Po. Është shumë e vërtetë kjo. Një figurë e pazakont konsiderohet Elon Musk, mes genialitetit dhe polemikave të tij.
Musk është po aq i njohur për idetë e tij revolucionare, sa edhe për natyrën e tij impulsive dhe deklaratat e diskutueshme. Ai shpeshherë kritikohet për stilet e menaxhimit, për përdorimin e rrjeteve sociale apo vendimet e papritura. Por pavarësisht polemikave, ndikimi i tij është krejt i pamohueshëm. Ai ka risjell emocionin në industrinë hapësinore, ka ndryshuar drejtimin e industrisë automobilistike, gjithashtu ka hapur epokën e internetit global, ka hapësira dhe ka shtyr kufit e neuroteknologjisë. Elena, mua më kujtua diçka ndërkohë që ti po thoje këto, për Elon Musk, nuk e di sa e vërtetë është, sepse nuk kanë arritur njerëzit spekulojnë, spekulimet janë gjithmonë atje, po thonë që ti jesh kaq i zgjuar sa Elon Musk dhe të kesh tërë këto ide kreative dhe kështu, mendohej që më përpara ndoshta ishte pak me spektrin e autizmit. Po, e kam dëgjuar edhe unë. Domethënë nuk e di sa e vërtetë është personalisht, po e kam dëgjuar shumë shpesh. Po, edhe është edhe një shtys ndoshta ai e ka dhe është një shtys dhe për njerëzit që janë me nevoja të veçanta dhe duan të marrin një hap dhe nuk e marrin. Të ndiqin shembullin e Elon Musk, se shiko ku ka arritur. Vërtet ai ka patur një punë shumë të fortë, por që e ka patur dhe talent të tij, prandaj mund të lidhet edhe pak me këtë pjesë për një talent specifik, sepse ne e përmendëm që në fillim që ai që në moshën 12 vjeçare arriti të krijonte videolojën e tij. Por Elon Musk mbetet një nga njerëzit më të debatueshëm të kohës sonë, por edhe një vizionar që ka shtyr botën drejt inovacionit të padiskutueshëm. Ai ka një ndikim që do të njëjtë për dekada në të ardhmen. Qoftë që ta duam, qoftë që të mos e duam, një gjë është e qartë. Elon Musk ka ndryshuar mënyrën se si ne mendojmë për të ardhmen. Po, kjo është shumë e vërtetë. Pavarësisht mendimit që ne mund të kemi për atë, është i pamohueshëm impakti dhe ndikimi i tij që ai ka patur në teknologjinë në botën e sotme. Do jetë një emër që do jetoj për shumë shekuj ndoshta, mendoj unë. Por, le të kalojmë në një rubrikë, ndoshta pak më fan, që janë kuriozitete teknologjike, që ndoshta nuk i kemi dëgjuar shpesh, por që na bëjnë të shikojmë dhe atë anën tjetër të teknologjisë, atë anën më humoristike dhe atë të pasbulueshmen. E dini ti ose 90% e të dhënave globale janë krijuar vetëm në 2 vitet e fundit? Shpejtësia në të cilën po krijohet informacioni digital është maramëndse. Çdo ditë krijohet miliarda gigabajt të reja dhe janë vetëm në 2 vitet e fundit. Dhe vërtet është maramëndse kjo shpejtësi e teknologjisë. A e dinit se printerët 3D mund të printojnë edhe organe njerëzore? Ne në episodin e kaluar folëm që printerit 3D mund të krijonin shtëpi. Por organe njerëzore? Shkenca ka krijuar struktura biologjike, si për shembull veshka, lëkura dhe indet, të cilat përdoren në kërkimet mjekësore. Dhe madje mua më vjen shumë mirë që ndoshta ky kuriozitet e kemi sjell, sepse ndoshta në këtë lloj mënyre ne ruajmë edhe kafshët, të cilat më përpara përdoreshin për të kryer eksperimente të ndryshme. Jo vetëm teknologjike, por dhe në mjeksi dhe kudo, dhe më vjen shumë mirë që kemi krijuar këto alternativat që t'i mbrojmë dhe ata. Robot vjen nga një fjalë që do të thotë punë e detyruar. Termi origjinal robot vjen nga gjuha çeke dhe u përdor për herë të parë në një dramë në vitin 1920 dhe kjo është shumë e vërtetë, sepse të gjithë mendojmë dhe shpesh ndoshta është ajo shpreha që them, po çfarë të duke mund të robot, që ti bëj të gjitha këto, domethënë është edhe diçka që është e krijuar vetëm për ta bërë atë gjë dhe duhet ta bësh me zën. A e dinin se mesatarisht një njeri e prek telefonin e vet mbi 2600 herë në ditë? Mos ndoshta është pak më shumë. Ose një herë kur nuk e lëshon fare. Studimet tregojnë se përdorimi i smartphone-ve është pothuajse refleks. Dhe është e vërtet. Po, unë e shikoj dhe vetë që nëse kam telefonin të lënë diku këtej dhe është i fikur, duhet ta shtyp patjetër që të shikoj, nuk e kuptoj për çfarë ndez, domethënë. E ndez ndonjëherë vetëm të shikosh orën dhe shikon gjithçka përveç orës. Po. Makineritë e vjetra të shkrimit mund të përdoren sot për të shpangur spionimin elektronik. Disa qeveri ende i marrin për dokumente ultra sekrete. Pra nëse mund të mendojmë që janë shumë të vjetra dhe nuk kush i përdor këto, jashtë teknologjia e vjetër përdoret edhe sot. Drita blu nga ekranët na e mashtron trupin.
Ajo i bën trupit të mendoj se është ditë, duke ulur melatoninën dhe duke vështirësuar gjumin. Dhe pikërisht përdoren ato syzet kundra dritës blu për të ruajtur syt më tepër. Dhe është shumë e vërtetë dhe madje këshillohet që dhe ndoshta 1 orë ose gjysmë ore para se të keni orarin e gjumit, mos ta prekim telefonin fare, sepse është kjo arsyeja për të cilën ne pastaj na kalon ora e gjumit, orari dhe kështu që nuk e bëjmë. Po. Dhe gjithashtu këshillohet që drita e telefonit mos mbahet shumë e lartë. Për shkak se ti vret syt, ka gjithashtu edhe aplikacione kundra dritës blu. Thjesht janë komplet pa pagesë, thjesht mund të instalosh ato dhe duke shtypur një buton, po, bën filtrimin pikërisht, po, të ekranit të dritës blu. 70% e trafikut të internetit është video, pra YouTube, TikTok, Netflix dhe platformat e tjera konsumojnë shumicën e kapacitetit global dhe normalisht kjo duket shumë e besueshme. Është shumë e besueshme sepse ne të gjithë shikojmë filma në Netflix, apo video të ndryshme në YouTube, po TikToku madje është bërë dhe pjesë e pandashme, dhe madje kur kemi ndonjë 5 minutë që rrim kështu për shqetësim duhet të bëjmë scroll në TikTok me patjetër. Ne nuk rrim dot. Unë sa herë mësoj qetësinë mes lëndëve, çlodhjen mes lëndëve janë 5 minuta në TikTok. A e dinit se kompjuteri i parë Apple u shit për $666.66 dollar. Steve Jobs e vendosi çmimin sepse thjesht i pëlqente përsëritja e numrit. Ndoshta është edhe një numër pak shumë kontrovers, sepse 666 numri i djallit. Interneti ka peshë. Nëse do të marrim energjinë që elektronet përdorin për të lëvizur informacionin online, peshon sa një kokël uleshtrydheje. Po ta mendosh se duket kështu si ndoshta val, por jo, ja. Që ka një luleshtrydhe. Netflix e ka zanafillën e tij si një dyqan librash. Bën sens në fakt, nga librat kalon tek filma. Ne në fakt kemi parë dhe shumë kompani të ndryshme që dikush kishte shitur letër higjienike, dikush kishte qenë në dyqan. Fillimisht themeluesit mendonin që të krijonin një Amazon për filma, por pastaj u fokusuan vetëm tek DVD-t me post. Se ta mendosh që Amazon ka dhe filma. Ka. Kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për ju sot. Folëm për lajmet e ndryshme që kishin ndodhur këtë javë, kishim një të ftuar shumë special. Gjithashtu u fokusuam pak tek historitë që na kanë lënë gjurmë në kohët e sotme dhe për personazhe të njohur, por edhe ana tjetër që ishin kuriozitete teknologjike. Shpresojmë që të jeni kënaqur. Deri në javën e ardhshme, në episodin e ardhshëm, na ndiqni.